Por lumturi shumë i nderuar kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, e vëlla shumë i dashur në Zotin ton Jezu Krishtin, Johani. Vëllezër të nderuar në episkopat, në meshtari, përfaqësues të feve të ndryshme në vendin ton, autoritetet civile të ndryshme, vëllezër dhe motra të dashur në Zotin. Me një ndjenjë të thellë në zemër të mbushur me mirënjohje ndaj hyjit, ju përshëndes në këtë konferencë përkujtimore dhe nderuese për fort lumturinë e tij kryepiskopin e gjithë Shqipërisë, Zot Anastas Janullatos, në përvjetorin e parë të kalimit të tij në Amshim. Ndërsa lexoja ftesën, më përshkuan në shpirt fjalët e apostullit Paul. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e përfundova, fen e ruajta. Të cilat i pash si vula e ndritshme që vetë hyi ka vendosur mbi gjithë jetën e këtij bariu të madh. Ato gjejnë jehon të thellë në fjalët e Zotit Jezus që juve keni përzgjedhur nga Ungjilli i Mateut si temë. Epikrisht, Mateu thot kush i zbaton dhe i mëson këto do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Te fol të lumturia Anastasi, mësimi dhe jeta, fjala dhe dëshmia, teologjia dhe dashuria baritore kanë qenë një realitet i vetëm. Në këtë mbrëmje si arqipeshk katolik i Tiranës Durrësit, falenderoj hyjin jo vetëm për dhuratën që ai ka qenë për Kishën Ortodokse të Shqipërisë dhe për mbar popullin e kësaj toke, por edhe për dhuratën personale që ai ka qenë për mua. Mes nesh ka ekzistuar një lidhje e thellë shpirtërore që fal mirësisë dhe përvujtërisë së tij është ndërtuar mbi vllazërinë e sinqertë, respektin e ndërsjellët dhe dashurinë baritore. E mbaj në zemër kujtimin e përqafimit të tij atëror, që gjithmonë në çdo takim një dashuri ungjillore përcillte Krishtin para se të vinin fjalët. Në çdo moment, takim ose ngjarje transformonte me urtinë e tij të sprovuar në një bashkëndarje shpirtërore të dendur nga shpirti i Zotit. Në këto biseda shfaqe i qartë shpirti i tij rrënjosur në Krishtin e kryqëzuar dhe të ringjallur. I zjarrt për shpalljen e Ungjillit, i aftë ta lexonte historinë në dritën e fesë. Dëshmi e një teologjie jo vetëm të menduar, por të jetuar. E mishëruar në vuajtjen dhe ringjalljen e popullit të cilit ishte mohuar Zoti. Për 35 vjet pothuajse, kryepiskopi Janullatos ka shpallur lajmin e mirë të Jezu Krishtit, Zotit ton, në një tokë të shënuar nga një prej diktaturave më të ashpra të shekullit të kaluar. Një përsekutim që i ka goditur të gjithë, por që veçanërisht ka synuar të fshijë Krishtin nga ndërgjegjja e popullit ton. E megjithatë, pikërisht aty ku donin të impononin heshtjen mbi hyjin, ai e bëri të dukshme me jetën dhe shërbimin e tij të vërtetën e shpallur nga Shën Atanasi, ati i madh i Kishës. Biri i hyjit, thonte Shën Atanasi, u bë njeri që ne të bëhemi pjesëtar në jetën e tij hyjnore. E kështu vdekja u shkatërrua nga jeta. Krishti i ringjallur e ka mposhtur vdekjen në zemrat e shumë vëllezërve dhe motrave, pikërisht nëpërmjet dëshmisë dhe jetës së fort lumturia Anastasit. E kjo fitore bashkore mbetet sot e gdhendur në mënyrë të prekshme në katedralen e Ngjalljes në Tiranë, shenjë monumentale një feje të ringjallur nga rënojat, e cila ruan sot eshtat e tij të nderuara dhe vazhdon të shpallë se vdekja nuk e ka fjalën e fundit. Sa herë më ka bashkëndar se si në ecin e tij që kur ishte i ri, veçanërisht në vitet 50, por të lumturia Anastasi kishte jetuar një miqësi të thellë me Papa Benediktin, atëherë profesor Josef Ratzinger, e themeluar mbi dashurinë për të vërtetën, për etrit e Kishës, për bukurinë e fesë së krishterë. Më fliste po ashtu edhe për korrespondencën e përzemërt dhe të vazhdueshme me Papa Franceskun, shenjë e një vëllazërie kishtare që edhe në dallimin e traditave merr frym nga i njëjti shpirt i shenjtë. Na prek thellë sot fakti se si në këtë mister uniteti i Zotit ka dashur t'i thrisë tek vetja, pikërisht pak muaj njëri pas tjetrit, për qenë së bashku si vëllezër sot në parajs.
me mirënjohje të veçantë, kujtoj takimin ton të fundit, pak para shtimit të tij në spital, kur së bashku programuam simpoziumin për 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes, të kurorzuar me pasardhësin e tij të dashur Fort Lumturi Joanin. Edhe atëherë mendja e tij ishte tek e ardhmja e kishës, tek transmetimi i fesë apostolike, tek ajo njësi rrëfimtare që Nikeja na ka lënë trashëgimi të gjithëve, sikurse e pamë edhe në takimin e bukur në fund të nëntorit të kaluar në festën e Shën Andreut midis Papa Leonit dhe Patriarkut Bartolome. E atëherë përsëri na rikthehet figura e Shën Atanasit, mbrojtësi i besimit në birin e një qënshëm me Atin. Zemra e besojmë që bashkon lindjen dhe perëndimin. Shumë të nderuar, siç thotë edhe Shën Agostini, na ke krijuar për veten tënde o Zot dhe zemra jonë është e trazuar derisa të pushojnë në ty. Fort Lumturia Anastasia Nullatos i ka folur kësaj zemre njerëzore, edhe këtu në vendin tonë, të trazuar nga ateizmi, imponuar, duke treguar me vendosmëri dhe butësi të vetmin pushim të vërtet, Jezu Krishtin, i vdekuri dhe i ringjalluri. Dhe sot besojmë se për të është përmbushur edhe fjala tjetër Agostinit. Feja është të besosh atë që nuk sheh, por shpërblimi i fesë është të shohësh atë që beson. Trashëgimia e tij është një kishë e gjallë, e shndritshme sot. Vepra e tij e frytshme në bie e bija të ndryshëm. Një kishë jo vetëm e rindërtuar në struktura, por e rilindur në shpirt. Ka formuar barin sipas zemrës së Krishtit. Ndërta, falenderojmë Hyjin për dhuratën e madhe të vllait ton të dashur dhe pasardhësit të denj Fort Lumturisë së tij, Joanit, të cilin mbar populli i Hyjit së bashku me barit e ka brohuritur një zë të vetëm, aksios, i denj. E siç thon latinët, vox populi, vox Dei. Nga Golgota, ku Krishti na ka dhuruar nënën e tij si nënën ton, Theotokos, ajo vazhdon ta udhëheqë dhe ta uruaj kishën në histori, me heshtje dhe qëndrueshmëri, duke na quar gjithmonë drejt dashurisë së birit të saj Jezu Krishtit, drejt besnikërisë në fenë e vërtet në Zotin, Atë, Bir dhe Shpirt i Shenjtë. Në këtë horizont amnor dhe pashkor, ja besojmë kujtimin e kryepiskopit Anastasia Nullatos, ecjen e kishës dhe vetë të armën tonë të sigurt se drita e ngjalljes do të vazhdojë të mposhtë çdo errësirë. Qoftë ky takim, ky event, ky konferencë, një akt lavdie, mirënjohje dhe shprese në emrin e Jezu Krishtit, Zotit ton të historisë, fitimtar mbi vdekjen. Amen.